Sonte nga Amerika në kanor dy këngëtarë të mirë, Besart Halimi edhe Armend Shabani. Mirë mbroma. Roma e mirë se dëgjetëm këtu të sofra jote fantastike. Allah hile, mjo vetë, ashtë trompi që ashtu nervoz që shdo këtë televizor edhe njëtë përdiqme. Se di, kërë s'moj më ambientu se është një farmoshe që mas 30 vjetë, nuk më nëshë më ambientu me nejo në deri 20 vjetë, abde një majeri edhe më nëshë me Hajde, me fillu. Hajde. Në Amerikë, shqiptarët janë shumë i prisa. Sigur në Evropë, mund me thonë në Amerikë nështë hala ma i prisa, janë shumë dashamirë. Po flasim gjuhën tradicionale me qenë si jem sofrën e salijët tu, në vendin tonë. Tam Kosova, po mungon ati. Ja, mungon. Aishe Omer. Mungon, për një me, unë e thash, atje në Amerikë përgjithësi jetë nashta nuk ka, edhe pse unë shësnin e kam të se fos, edhe atje, me thonë drejtën, kështu që për që ato nuk mungan, po flasë në përgjithësi, nuk ka që ka në jetë, aty ka ma shumë punë. E që sheknani për shamallat kongën anglisht, du lulijat e bonari. A ju shtin me thonë, po vishtë atë përkthena. Po gjasht dira qaj për përkthena. Ka bonari dhe të më zjelë të tja që lejsh. Deri dikur vonë, tani para një 70 vjetë e mi bo bashkë me Besartin. Shkojmë dasë ma mbrami bashkë të nalem. Tash s'ponoli si konota i një po. Ponoli. Për gjithë në vetë, kur nuk më gërën? Qa më thotë? Atë dë vetën. Gjithë e qëtë mirë.